Ambrozia, përshëndetje. Makinat pas teje dalin në rrugë. Zgjë takimi kryeministrit Edi Rama me drejtuesit politik të qarqeve dhe me ministrat, madje nuk ka asnjë datë për asamblen deri në këto momente që flasim, ka qenë një takim që është përqendruar vetëm tek platforma Besa dhe prania besnike dhe mënyra se si duhet të implementohet nga ministrat, zëvendësministrat e deri tek pjesa tjetër e përfaqësuesve të Partisë Socialiste. Ka qenë një takim i cili më shumë ka shërbyer për të koordinuar bashkë, për të bërë bashkë, le të themi, edhe drejtuesit politik qarqeve edhe ministrat në mënyrë që ata të bashkëpunojnë për mënyrën se si do të implementohet Besa në terren. Në qoftë se do të merrnim një shembull këtu, do të ishte që Rama ka kërkuar që zëvendësministrat të kenë një rol pak më të pranishëm në territor sa i përket implementimit të Besës dhe të pranisë besnike, çfarë do të thotë që çështjet të caktuara, problematikat të caktuara të komuniteteve, një pjesë e tyre do duhet t'i ndjekin dhe më pas të raportojnë dhe sa i përket edhe ecurisë të tyre. Nga ana tjetër, Rama duket se po ndryshon strategjinë, se mund ta themi kështu, në qoftë se më herët ai kërkonte një prani të shtuar të kamerave dhe bënte show me takimet me qytetarët, këtë herë duket se qëllimi i tij është të krijojë idenë ose efektin që përfaqësuesit e lartë të Partisë Socialiste janë pranë qytetarëve edhe pa bërë show. Për këtë arsye u ka kërkuar drejtuesve politik të qarqeve dhe ministrave që takimet e tyre t'i zhvillojnë kryesisht pa kamera, të dalin në terren, të takojnë qytetarët, por mos ta bëjnë këtë gjë për show politike. Kjo me sa duket është edhe pjesë e strategjisë së re të komunikimit që Rama po mundohet të implementojnë në një kohë kur qytetarët protestojnë prej 3 muajsh duke kërkuar dorëheqjen e tij, me sa duket përgjigjja e kryeministrit do vijojë të ngelet platforma Besa dhe mënyra se si mund të implementohet më tej në terren. Ditën e nesërme do të ketë një mbledhje me deputetët e Tiranës, por është një mbledhje që me sa duket Rama do ta mbajë larg vëmendjes së mediave, do të mbahet në një lokal në periferi të kryeqytetit, ndërkohë që është një mbledhje e cila vjen paralelisht me zhvillime të tjera të rëndësishme, teksa Edi Rama ende nuk ka ndarë një datë për asamblenë e Partisë Socialiste, që është ndoshta edhe ngjarja që presin më së shumti socialistët e sidomos ministrat e qeverisë së tij për të ditur fatin e tyre politik. Qartë, Ambrozia, të falenderoj shumë, ishte Ambrozia Meta drejt për drejt në përfundim të kësaj mbledhje. Faleminderit. Ambasadori, kthehemi bashkë në bisedë, ka përfunduar kjo mbledhje. Nuk e di nëse keni një koment për këtë, s'ka pasur në një